Mirë ditë zonë dhe zotërinj. Në këtë tutorial unë do ju shpjegoj juve si ju mund të krijoni një llogari AdSense për të patur fitimin për publikimet tuaja që kryeni online. Llogaria AdSense është diçka shumë serioze që ju mund të keni në kanalin tuaj. Domethënë ose në faqen tuaj janë disa reklama të cilat janë tepër të kualifikuara, domethënë për të patur fitime nga kjo aktivitet që ju do keni. Dhe mbi të gjitha, domethënë mundi juaj nuk do shkojë dëm për sa i përket çdo lloj aktiviteti, domethënë do të keni të paktën një mënyrë përfitimi. Shumë nga ju mund të jenë njohur me këto reklama AdSense që ndodhen në YouTube, për shembull, këtu në kanalin tim, si YouTube partner që mund të aktivizosh monetizimin për videot e tua, në mënyrë që të kesh një lloj përfitimi për këto video ekonomik. Kjo gjë është tepër lehtë që ta bëni, domethënë nuk kërkon njohuri shumë të larta për kodifikimin ose për shumë gjëra të tjera. E vetmja gjë që duhet të bëni ju është krijoni një llogari Google tuaj personale nëse nuk keni. Domethënë hapni një browser tjetër. Llogarinë Google që ju do krijoni mund të shkoni në google.com, adresën zyrtare të faqes. Dhe siç e shikoni kjo faqe do jetë nga default. Pasi unë jam në Greqi dhe kjo duket sikur është në Google GR, sepse Google shërben tërë shtetet me një server të përshtatshëm, në mënyrë që të shërben më shpejt dhe përdoruesit të kenë një përvojë të kënaqshme. Vetëm gjë që duhet të bëni tani është të klikoni mbi butonin sign in, domethënë regjistroni tani, hyni tani. Por nëse ju nuk keni hyrje, nuk keni domethënë kod vërtetimi dhe nuk keni kod të cilin ju mund të bëni hyrje, mund të zbritni një çik më poshtë, të shkoni tek kjo llogaria këtu poshtë, tek create an account, krijoni një llogari domethënë, dhe të klikoni mbi të. Automatikisht do hapet një faqe e re e cila është formulari për të dhënat para pragët tuaja, domethënë emër, mbiemër dhe çdo gjë që keni me çdo të tjetër të dhënë. Është e këshillueshme për ju që ju të jepni të dhëna të vërteta, dhe jo të dhëna të sajuara, domethënë sepse këtu në Google, nëse ju doni të bëni diçka serioze, duhet të keni patjetër një adresë serioze, të cilën t'ju përfaqësoj juve dhe vetëm juve. Këtu do jepni një emër, një mbiemër, një username, dy herë pasportin, ditëlindjen, gjinia, mashkull apo femër, numrin e telefonit në Shqipëri ose kudo që jeni, domethënë, në mënyrë që t'ju dërgohet kodi, në mënyrë që regjistrimi dhe krijimi i kanalit i llogarisë tuaj të jetë shumë më i shpejtë, dhe një email, një llogari domethënë, të cilën ju duhet ta vini, ta vendosni. Emaili domethënë duhet të jetë emaili tanishëm, mund të jetë nga Yahoo, mund të jetë nga çdo lloj rrjeti, nuk është e thënë që duhet të jetë nga Google. Mund të bëni skip këtë, domethënë varet si doni ta skip kodin kapsha, nuk është e nevojshme, kjo është diçka që nuk është shumë rëndë që ta bëni. Do të klikoni që ju domethënë jeni dakord me politikën dhe termat e shërbimit të Googles nga juve, dhe hapi tjetër që të bëni do jetë të klikoni në hap annotation. Pra le të vazhdojmë nga një këto hapa, në mënyrë që neve të kemi një ikon të plot. Emri unë do bëj Eri. Eri Locaj. Gmail.com. Pasporti do jetë një pasport imi personal. Ditëlindja, patjetër. Që duhet jetë një ditëlindje saktë, jo gënjeshtër.
numri të telefonit tuaj përkatës, domethënë ku e keni, siç e keni domethënë në të shënuar në atë tuajën. Numrin tim prit një sekond, mund ta gjej këtu nga duke paraqitur kartën time personale, po mund të vëni një numër tuaj, gjashtë në këtë moment nga që është test, ne do bëjmë një thjesht një test asgjë më tepër. Dhe këtë do ta parakalojmë pasi neve do na vinë automatikisht një email nga Google. Dhe hapi më teshëm është next step. Automatikisht ju do të dërgojeni në këtë adresë për të verifikuar emailin tuaj, për të verifikuar kodin tuaj sekret i cili është i përcaktuar nga Google. Dhe keni mundësinë të bëni përzgjedhjen, domethënë që t'ju vijë si një thirrje apo si një tekst mesazh SMS. Për mendimin tim tekst mesazh SMS është tamam. Edhe mbas të shtypni vazhdoni. Do prisni që ju dhe t'ju vijë një kod verifikimi nga Google në numrin tuaj dhe atë numër ta shkruani këtu në këtë klap përkatëse duke klikuar butonin vazhdim. Kjo është e gjitha, krijohet llogaria Google dhe pasi të krijohet llogaria Google, të thotë automatikisht domethënë ju keni edhe një kanal YouTube me atë emër që ju keni deklaruar. Por këtu në Google ju keni mundësinë të krijoni shumë më tepër kanale, shumë kanale G+, domethënë siç thotu add an account ose tër kanalet e mia për shembull. Okej, edhe këtu thotë krijo një kanal të ri. Për çdo kanal YouTube që do krijoni, do bëhet edhe një Gmail faqe tjetër, domethënë në të njëjtin emër që keni, mund të keni mundësinë të krijoni shumë kanale dhe shumë Gmail profile sa të doni për nevojat tuaja. Se ndoshta ju për shembull keni një faqe që ka këtë titull, keni një faqe që ka titull tjetër, për shembull ajo faqe don titullin e saj përkatës, nëse ju për shembull keni dëshironi që ta bëni të jetë e veçantë dhe jo në përgjithësi të jetë një profil. Por le të vim tani në pikën tonë, aty ku deshëm të flasim. Domethënë si do krijojmë ne një llogari AdSense. Që të krijojmë një llogari AdSense nëpërmjet llogarisë tuaj, nëse ju keni krijuar një llogari Google, është tepër e lehtë. Nëpërmjet kanalit YouTube që keni, ju mund të ngrini një video dhe mund të monetizoni duke vajtur tek channel settings. Këtu diku do thotë e ke parasysh monetization. Dhe këtu do jetë pa monetizuar. Këtu është një buton, nëse ju e keni ngritur videon tuaj dhe do vi një përgjigje brenda 2 orëve ose 3 orëve. Kështu të paktën do të këtu në shtetet evropiane. Nuk e di për Shqipërinë, se Shqipëri mund të vonohet që nga që nuk e di ato, se nga që këta shtetet e zgjuara Shqipërinë e konsiderojnë domethënë shtet i botës tretë, po, si botës tretë. Nëse kjo është politika e tyre dhe ne nuk e ndryshojmë dot. Prandaj do prisni pak, domethënë do keni një çik pritje. Ose ndryshe, nëse ju do të krijoni domethënë një llogari AdSense edhe nuk keni llogari Google, do të keni patjetër tash i kërkohet llogaria Google faktikisht. Dhe pas të krijoni llogarinë AdSense, domethënë ju keni të drejtë që të shkoni tek llogaria juaj AdSense. Në panelin tuaj pasi t'ju ketë ardhur emaili i aprovimit për të shikuar, për të përdorur reklamat. Dhe nëse ju për shembull YouTube-un e keni të aktivizuar si një kanal i cili përket AdSense-s, këtu domethënë nuk është nevojë të bëni gjithçka është nevojë ta bëni nga YouTube, domethënë nga Video Manager. Në momentin që ju ngrini një video, do shtypni të klikoni në video përkatëse, do thotë actions ose lëvizjet. Do thoni këtu monetize. Një buton jeshil do ju shfaqet në ekranin tuaj, domethënë, që është dhe shenja ndikuese e cila tregon që ju sapo e keni krijuar mundësinë e monetizimit për këtë video dhe reklamat do ju shfaqen
në ekranin tuaj për çdo shikim që do ketë. Kuptoni. Si funksionon kjo? Pra, kjo do jetë 1-2 reklama. Zakonisht politika e Google AdSense është që lejon në video YouTube vendos automatikisht deri në 2 reklama. Do të thënë 2 reklama nuk s'ka më tepër. Kurse në faqet të internetit ju mund të vini deri në 3 reklama, faktikisht për faqet që janë fillestare, dhe nëse faqja ju është tepër e njohur, do ju ofrohen vetë ata nga Google, në cilët do ju propozojnë që ju të vendosni më shumë reklama për arsye fitimi, se ata kanë lëvërtim të tyre, domethënë, ai që me ato reklama nxjerrin shumë, ato reklama janë burimi kryesor i fitimit të Google-s, i cili i merr këto reklama nga AdWords. Domethënë AdWords është një rrjet reklamimi i cili është i formuar nga Google dhe është i disponueshëm për të tërë. Nëse keni llogari Google, hyni, nuk keni asnjë problemi. Do me llogari Google ju keni drejt bëni gjithçka, çdo lloj lëvizje në Google edhe keni hyrje kudo në çdo funksion. E mira tash është ja këtu në AdWords, shumë njerëz domethënë që krijojnë që duan të reklamojnë në bizneset e tyre, vinë këtu në AdWords dhe krijojnë reklamat e tyre personale për të paraqitur siç na paraqitet neve, domethënë reklama në YouTube është një firmë që ka paguar për këtë reklam që të paraqitet nëpërmjet Google-s dhe forma pagesës ka krijuar tamam në këtë faqe që gjendë mund tani, e cila është AdWords. Dhe nga ajo faqe, domethënë nëpërmjet reklamave që publikoni në faqet tuaja, merr 1% të përfitimit, domethënë duke ndarë me Google, me firmën Google, domethënë Google nga që këto reklama i bën trafik nëpër faqet e tjerëve, për shembull si në faqen time ose në faqen tuaj, edhe jep një pjesë të përfitimit atyre që e kanë vënë në faqen e tyre, domethënë. Mënyra që ta krijoni është tepër lehtë besoj, domethënë është shumë e lehtë. Dhe në mënyrë që ju të vini që të vendosni reklama Google në faqen tuaj, e vetmja që ju duhet të bëni, tani këtu kam një lajmërim sepse ishte një domain të cilin e fshiva dhe nuk e di si hiqet në një drejtën. Po nëse tash tjetër është tema jon. Dhe që të vesh një website tjetër, që të shtosh një website, domethënë me kuptimin e lafit, që të vesh një website më tepër në faqen tuaj, ose që të veni një website më tepër në llogarinë tuaj, e ke parasysh, duhet të vini tek kjo faqe këtu, epeksergasie, që thotë, kjo më falni se është greqisht faktikisht, po ja unë doja për të në shqip, se gjua greke është çik si gjua gineze për neve, dhe anglisht, se mos ta bëjmë shqip fare, më mirë. Bravo. Edhe si që shikoni, tash këtu ju mund të përdorni, mund të shtoni faqe, domethënë, nëse ju keni një adresë interneti, ta shtoni këtu në mënyrë që ju të krijoni reklama, duke krijuar, domethënë, për të krijuar reklama të mira për të publikuar në faqen tuaj. Dhe pasi të keni vënë adresën tuaj këtu në këtë klap dhe të keni shtuar si një faqe që lejohet për reklamat, Google automatikisht do të lajmërohet dhe këtu atë që të doni ju është njësi re ad, do veni emrin, hapësirë të bardha, tekst dhe reklama ekrani, edhe ruajeni për të marrë kodin. Edhe këtë kod ju automatikisht, domethënë, do e merrni, do paraqitet një kod dhe një kod, pastaj ky kod pasi paraqitet ju do e merrni dhe do e veni në faqen tuaj në mënyrë embed ose në mënyrë tjetër, domethënë që ekzistojnë shumë mënyra se si do vini, mjafton të shikoni disa video në YouTube, edhe faktikisht edhe unë do krijoj disa video për t'ia bërë të njohur këtë publiku shqiptar, sidomos atyre që intereson dhe nuk e dinë këtë taktikë. Dhe mbi të gjitha pastaj paguajeni për çdo klikim rreth 10 cent, 2 cent, 5 cent, domethënë si shumë e vogël, po ta imagjinoni që kjo video ose kjo faqe
mund të ketë shumë vizitor dhe ato janë faqet që ja vlen, domethënë faqet që kanë shumë vizitor, faqe, blog, varet si ju e shikoni këtë me leverdin tuaj, që të keni edhe fitimin tuaj të përshtatshëm, dhe se nëse ju keni për shembull një faqe me artikuj për ushqime, Google në atë kod që ju keni installuar, domethënë për reklamën, do vendosi, domethënë reklama me ushqime, që domethënë këtu keni shumë më tepër mundësi që ju të përfitoni se sa duket, nga që shumë persona këtë e konsiderojnë domethënë një lloj kocë, një lloj të humbur, që thonë si kujdes ti mos t'japi lek ai, mos t'japi lek ajo. E vërteta këtu është komplet ndryshe, sepse me të vërtetë Google këtu do t'japi lek, do t'japi një lloj fitimi, një lloj përfitimi, sepse Google ka interesin e saj. Domethënë, do të japi ty lek, po që sa ajo nxjerr lek me këtë punë. Kuptoni? Pra, prandaj dhe mund që duhet të keni një faqe të cilën të keni shumë trafik, të keni një trafik të madh të cilin ju është i pëlqyeshëm për juve, dhe në atë mënyrë mund të vendosni reklamat tuaja për të nxjerrë fitimin për mundin që keni bërë për të krijuar ato faqe, dhe madje fitimet mund të jenë mëdha varet nga sasia e trafikut që ju keni në faqet tuaj. Por mbi gjitha unë ju këshilloj që në qoftë se ju doni të krijoni një website për këto reklama, e mirat është nga që Google janë të zgjuar, nuk janë budallëj. Aty e din politikën, prandaj ata janë shpisit, ata e kanë vënë gjithçka. Faktikisht këtu kam unë një faqe, po nuk ka reklama Google, nuk kanë reklama Google, kam unë tjetër reklama, komplet reklama të ndryshme përveç se Google's. Por domethënë, nëse ju krijoni një faqe e cila të jetë e përshtatshme, domethënë të ketë diçka korrekte, jo të jetë një faqe kot, e cila thjesht është krijuar për të fituar reklamat ose për klikimet. Domethënë kjo është një mënyrë e cila është flagrante, të cilën edhe ju vetë nuk do nxjerrni asnjë lloj përfitimi, tek shumë dashur ose mund të nxjerrni një fitim për një sasi kohe, po ama në fund fare vërtet do shikoni që kjo nuk është një lojë e humbur. Domethënë mund të merr një muaj, 2 muaj, edhe në fund fare muajin e tretë mund t'ja mbyllë llogarinë edhe po ta mbyllë llogarinë do thotë që nuk keni më të drejtë që ju të aplikoni për kandidaturë për një llogari të re. Domethënë që për gjithë jetën tuaj jeni të përjashtuar nga ky program. Me emrin tuaj, sepse komplet ato faktet dhe kriteret që do jenë të vërteta dhe nuk do jenë të rreshme, domethënë të dhënat tuaja personale. Prandaj nëse ju klikoni dhe nëse ju krijoni një faqe, për shembull, krijoni një faqe për një temë të veçantë, për mund të jetë një blog për të ndihmuar njerëzit, mund të jetë çfarë dush. Tash për shembull ky blogu këtu ka për shembull lista pink për WordPress. Nëse unë vej këtu për shembull 1-2-3 reklama Google që më lejohet, tash formati është i veçantë dhe mund ta zgjidhësh vetë se çfarë forme dhe sa përmasa ka. Atë mund ta caktosh sa ajo është lidhur ta caktosh nga faqe e AdSense-s, duke i dhënë faqet tuaj derisa të aplikohet ose të pranohet kjo faqe për administrim të këtyre reklamave. Dhe mbi të gjitha, për shembull, nëse këtu kjo faqe tash është për WordPress, nëse un kam reklama këtu për WordPress, nëse un kam reklama këtu Google do më vendosë reklama për diçka që ka lidhje me këtë gjë, sepse automatikisht lexon faqen nga serveri i tyre dhe me radhën e tyre përshtasin edhe reklamën të cilën vendoset në faqen, domethënë që ka lidhje me këtë artikull. Domethënë që mundësitë që dikush të klikojë, një interesuar, janë të shumta dhe jo mundësi shkëlqyese. Tani kjo ishte faktikisht e gjithë tema që unë desha t'ju paraqes. Nëse keni ndonjë pyetje ose nëse nuk ndjeni të mbuluar nga ky shpjegim që unë ju bëra, ju mund të bëni një pyetje në këtë video duke lëshuar një koment në klapat poshtë videos. Ju lutem, nëse ju pëlqej kjo video, klikoni butonin like dhe abonohuni në kanalin ton për shumë video të tjera të reja, domethënë si punë e kësaj, ose më interesante, varet nga interesi që keni juve dhe çfarë video doni ju të bëj. Mjaftoj që ju të drejtoni një pyetje tek unë dhe unë do ju përgjigjem me një video si punë e kësaj. Tani faleminderit shumë për vëmendjen dhe mirupafshim deri herën tjetër. Shëndet.